MSC Irina është ndër anijet më të mëdha të kontenjerëve të ndërtuara ndonjëherë. Kur shihet në dok duke u përgatitur për operacionet e ngarkimit, për masat e saj janë menjëherë të dukshme. Anija është rrjet rreth 400 metra nga njëri skaj në tjetrin. Të qëndrosh pranë saj në dok është sikur të qëndrosh pranë një muri vertikal prej çeliku, sa lartësia e një ndërtese me 15 kate. Megjithatë, madhësia e vetme nuk është ajo që i bën të veçanta anije të tilla. Ajo që i dallon vërtet është fakti se ato operohen nga një ekuipazh çuditërisht i vogël, ndërsa kryen detyra që duken shumë përtej asaj që një numër kaq i kufizuar njerëzish do të duhet të ishte në gjendje të menaxhonte. Një nga veçoritë më mbreslëndse është sasia e ngarkesës që mund të transportojë anija. Kapaciteti i kontenjerëve matet në TEU, ku një TEU përfaqëson një kontenjer standard rreth 6 metra të gjatë. MSC Irina mund të transportojë më shumë se 24.000 TEU, që do të thotë mbi 24.000 kontenjer çeliku të mbushur me mallra. Këta kontenjer vendosen në rreshta të gjatë, që shtrihen përgjatë gjithë gjatësisë së anijes dhe ngrihen deri në rreth 24 kontenjer mbi kuvert. Në shikim të parë, një strukturë me kaq shumë peshë të grumbulluar, kaq lart, duket e paqëndrueshme. Por aftësia e saj për të qëndruar drejt është rezultat i inxhinierisë së kujdesshme. Në nënvijen e ujit, përgjatë të dy anëve të trupit të anijes, ndodhen rezervuar të mëdhenj ballast. Këto ndarje mund të mbushen me ujë deti ose të zbrazen, në varësi të mënyrës se si është ngarkuar anija. Kur anija mban një ngarkesë të plotë dhe kontenjerët janë të grumbulluar lart, rezervuaret e ballastit mbushen për të ulur qendrën e gravitetit dhe për të përmirësuar stabilitetin. Kur anija është e lehtë ose bosh, këta rezervuar zbrazen në mënyrë që ajo të mos zhytet shumë në ujë. Edhe vetë trupi i anijes kontribuon në stabilitet. Anija ka një fund të gjerë dhe të sheshtë dhe një kil të thellë që vepron si një bazë e rënduar, e ngjashme me pjesën e poshtme të një thesi boksi. Kur anija lëkundet në dalg, kjo peshë ndihmon për ta kthyer përsëri drejt. Inxhinierët llogarisin saktësisht se sa ngarkesë mund të grumbullohet përpara se stabiliteti të bëhet rrezik. Rezultati është një anije që mund të duket sikur do të përmbyset, por që është projektuar të mbetet e qëndrueshme edhe në dete me dalg rreth 12 metra të larta. Përpara se anija të niset, ajo duhet të ngarkohet, dhe ky proces është një operacion kompleks më vete. Në portet moderne, koha është kritike. Çdo orë që një anije qëndron pranë dokut është një orë që nuk po transporton mallra përtej oqeanit. Për këtë arsye, ngarkimi dhe shkarkimi janë optimizuar deri në orare shumë të sakta. Makineritë kryesore që bëjnë të mundur këtë punë janë vinçat portanije. Struktura gjigante çeliku që ngrihen më shumë se 60 metra mbi port. Këta vinxa lëvizin mbi shina përgjatë dokut dhe pozicionohen mbi hambarët e ngarkesës së anijes. Në terminale të mëdha, shumë prej këtyre vinxhave mund të punojnë njëkohësisht mbi të njëjtën anije. Përpara se një vinç të mund të ngrejë një kontenjer, kontenjeri duhet të sillet nga zona e magazinimit deri në skajin e kalatës. Kjo bëhet nga mjetet e quajtura straddle carriers, automjete të larta dhe të ngushta që duken si struktura lëvizëse mbi rrota. Ata kalojnë mbi një kontenjer, ulin një kornizë ngritëse nga lart, e kapin kutinë mes këmbëve të tyre dhe e transportojnë përmes oborrit deri në një pozicion ku vinçat mund të arrijnë. Në një terminal të ngarkuar, 10 prej këtyre makinave punojnë pa ndërprerje, duke furnizuar vinçat me kontenjer në një rrjedhë të vazhdueshme. Pa to, vinçat do të detyroheshin të prisnin dhe i gjithë operacioni do të ngadalësohej. Ngritja një kontenjeri mbi ose nga një anije është shumë më saktë se sa duket. Çdo vinç përdor një pajisje të quajtur shpërndarës, një kornizë metalike e rregullueshme që mund të ndryshojë madhësi për t'ju përshtatur ose një kontenjeri 6 metra, ose një kontenjeri 12 metra. Çdo kontenjer ka kënde të përforcuara të quajtura corner castings, secila me një hapje të projektuar për të pranuar një mekanizëm bllokimi.
Kur shpërndarësi ulet mbi një kontenjer, 4 kyçe përdredhëse futen në këto kënde dhe rrotullohen në 90 gradë, duke fiksuar kontenjerin te shpërndarësi. Kjo lidhje zgjat vetëm disa sekonda. Pastaj, Vinci e ngre kontenjerin, e lëviz mbi anije, e ul në pozicionin e caktuar dhe lëshon bllokimet. Një operator me përvojë mund të trajtojë rreth 30 deri në 40 kontenjer në orë. Me disa vinçra që punojnë njëkohësisht, një anije e madhe mund të ngarkohet në më pak se një ditë. Megjithatë, shpejtësia është vetëm një pjesë e sfidës. Pjesa tjetër është të vendoset saktësisht se ku duhet të shkojë çdo kontenjer. Çdo kontenjeri i caktohet një vend specifik përpara se anija të mbërrijë në port. Plani i ngjan një enigme komplekse tridimensionale, por i ndjek rregulla strikte. Kontenjerët që do të shkarkohen në portin e parë duhet të vendosen aty ku mund të arrijen lehtësisht. Kontenjerët më të rëndë vendosen më poshtë në grumbull për të mbajtur qendrën e gravitetit sa më të ulët. Kontenjerët e ftohtë, të njohur si reefers, duhet të vendosen pranë lidhjeve elektrike dhe ngarkesat e rrezikshme duhet të ndahen sipas distancave të përcaktuara të sigurisë. Duke ndjekur këto rregulla, anija mund të ngarkohet shpejt, të udhëtojë në mënyrë të sigurt dhe të shkarkohet me efikasitet në çdo destinacion. Planifikuesi i ngarkesës duhet i marrë parasysh të gjithë këta faktorë, duke u siguruar njëkohësisht që anija të mbetet e balancuar nga njëra anë në tjetrën dhe nga cepi deri në cep. Nëse kjo balans llogaritet gabim, anija mund të anohet, ose në raste më serioze, trupi i saj mund të pësojë tensione që nuk është projektuar t'i përballojë. Kështu, edhe pse vinçat duken sikur po lëvizin thjesht kuti çeliku, pas çdo ngritje fshihet një sistem i koordinuar me kujdes. Planifikuesit, operatorët e vinçave, sistemet e terminalit dhe oficerët e anijes punojnë të gjithë së bashku, duke e kthyer atë që përndryshe do të ishte kaos në një operacion të kontrolluar dhe të saktë. Pasi kontenjerët janë në bord, shfaqet një sfidë e re. Si të mbahen më shumë se 24.000 kuti metalike nga lëvizja ose rrëshqitja në det të trazuar. Një anije kontenjerësh në det të hapur nuk lëviz thjesht përpara në një vit të drejtë. Ajo lëkundet majtas djathas, ngrihet dhe ulet përpara e prapa dhe mund të përplaset me dalg me forcë të mjaftueshme për të dërguar dridhje në të gjithë trupin e anijes. Çdo kontenjer që nuk është i fiksuar siç duhet, bëhet në thelb një rrezik lëvizës. Kontenjerët bien në det, por numrat janë më të ulët se sa mendojnë shumë njerëz. Rreth 1500 kontenjer humben në det çdo vit. Krahasuar me më shumë se 250 milion kontenjer që transportohen çdo vit nëpër oqeane, kjo është një pjesë shumë e vogël. Sistemi që mban në vend shumicën dërmuese të kontenjerëve fillon në kuvert. Brenda hambarëve të ngarkesës, kontenjerët grumbullohen brenda strukturave vertikale prej çeliku, të quajtura udhëzuese qelizash. Këto struktura përputhen me këndet e përforcuara të çdo kontenjeri dhe i mbajnë ata në pozicion, si pjesë të vendosura në një rrjet të ngurtë. Meqense kontenjerët janë të fiksuar në këtë strukturë, ata nuk mund të lëvizin anash dhe kërkojnë shumë pak sigurim shtesë nën kuvert. Vështirësia më e madhe është mbi kuvert, ku kontenjerët janë të ekspozuar ndaj erës, dalgëve dhe lëvizjes së vazhdueshme. Këtu, grumbujt mbahen së bashku nga një kombinim pajisjesh metalike dhe tensioni. Midis çdo kontenjeri ka kyçe përdredhëse, të ngjashëm me ata që përdorin vinçat, por të projektuar për të qëndruar në vend gjatë gjithë udhëtimit. Këto bllokime lidhin këndet e përforcuara të kontenjerëve sipër dhe poshtë, duke i bashkuar në një kolonë të vetme. Kontenjeri i poshtëm në çdo grumbull fiksohet në kuvert me pajisje speciale që e lidhin drejt për drejt me strukturën e anijes. Për nivelet e sipërme, vetëm kyçet përdredhëse nuk mjaftojnë. Ekipet e kuvertës instalojnë gjithashtu shufra lidhëse, shufra të gjata çeliku, që shkojnë në mënyrë diagonale nga kontenjerët e sipërm drejt pikave të ankorimit në kuvert.
Këto shufra shtrëngohen derisa i gjithë grumbulli të jetë në tension. Kjo tërheqje nga brenda ndihmon për të rezistuar forcave që përpiqen të shtyjnë kontenierët jashtë kur anija lëkundet ose ngrihet e ulet në det të trazuar. Me kaq shumë kontenierë të vendosur njëri mbi tjetrin, mund të duket e pashmangshme që ata në fund të shtypen. Në realitet, kjo është çështje e një projekti strukturor të thjeshtë. Një grumbull 10 kontenierësh mund të ushtrojë më shumë se 250 ton peshë mbi kontenierin e poshtëm. Megjithatë, kontenierët e transportit nuk janë ndërtuar si kuti të zakonshme metalike. Forca e tyre përqendrohet te këndet e përforcuara, blloqet e çelikut në çdo cep. Shtyllat vertikale në kënde e transferojnë peshën drejt te poshtë përmes strukturës. Kështu që ngarkesa kalon përmes kornizës dhe jo përmes mureve anësore. Çdo kontenier testohet për të përballuar të paktën 192 ton të grumbulluara mbi të. Dhe shumë prej tyre e tejkalojnë ndjeshëm këtë kufi. Pamja mund të duket e pasigurt, por inxhinieria pas saj është solide. Pavarësisht nivelit të lartë të automatizimit në portet moderne, kjo pjesë e operacionit ende mbështetet shumë te puna njerëzore. Punëtorët që instalojnë dhe sigurojnë të gjithë këtë pajisje lidhëse quhen stevedor. Ata e bëjnë këtë punë me dorë në çdo port, pavarësisht motit, orës së ditës apo kushteve të detit. Një anije vetme mund të kërkojë mira pika lidhje individuale, të cilat duhet të vendosen, kontrollohen dhe shtrëngohen përpara nisjes. Është një nga punët më të lodhshme fizikisht dhe më pak të dukshme në transportin detar global. Pasi anija është plotësisht e ngarkuar dhe e siguruar, kontrolli kalon në urën e komandës. Këtu merren vendimet për navigimin, shpejtësinë dhe kursin. Në shumicën e anijeve kontenierike, ura ndodhet në pup, në pjesën e pasme të anijes. Përpara saj, shtrihen qindra metra kontenier të grumbulluar, disa prej tyre më shumë se 20 kontenier të lartë. Nga dritaret e urës, ekuipazhi në thelb përballet me një mur çeliku që pengon çdo pamje të drejtë për drejtë përpara. Në anijet më të mëdha kontenierike, ky konfigurim është ndryshe. Ura është vendosur shumë përpara, duke vendosur vetëm disa rrjeshta kontenierësh pas provës. Kjo nuk është një zgjedhje për pamje apo stil, është një zgjedhje praktike inxhinierike që liron pjesën qendrore të anijes për grumbuj të pandërprer kontenierësh, rrit kapacitetin total në TEU dhe njëkohësisht plotëson rregullat strikte të dukshmërisë mbi provë, edhe me ngarkesë shumë të lartë mbi kuvert. Edhe me urën e komandës të vendosur kaq shumë përpara, ekuipazhi ende nuk mund të shohë të që ndodhet drejt për drejt kur anija është plotësisht e ngarkuar. Prandaj, navigimi nuk mbështetet vetëm te pamja e drejt për drejt. Në urë, disa ekrane ofrojnë një pamje të plotë të rrethinës. Sistemet e radarit ndjekin anijet e tjera brenda një rrezje prej rreth 32 kilometrash. GPS-i siguron saktësi të pozicionimit deri në vetëm disa metra. Sistemi elektronik i hartave dhe informacionit të navigimit, i njohur si ECDIS, shfaq një hartë digjitale të detit me pozicionin e anijes në kohë reale, thellësinë e ujit, trafikun përreth dhe rreziqet e navigimit. Për të përballuar zonën e verbër drejt për drejt përpara provës, anija përdor gjithashtu sisteme kamerash të drejtuara përpara. Këto kamera i japin ekuipazhit pamje të drejt për drejt të zonës që nuk mund të shihet nga dritaret e urës. Duke u lejuar atyre të manevrojnë në mënyrë të sigurt edhe kur pamja është plotësisht e bllokuar nga kontenierët e grumbulluar. Anijet moderne kontenierike përdorin disa sisteme kamerash për të kompensuar dukshmërinë e kufizuar përpara. Kamerat e montuara në provë dhe në superstrukturën përpara dërgojnë pamje video të drejt për drejta në ekranet e urës. Disa anije përdorin gjithashtu kamera termike për operacione gjatë natës, ndërsa të tjera janë të pajisura me sisteme LiDAR që mund të zbulojnë objektet që kamerat mund t'i humbasin. Ekziston edhe një zgjidhje më thjesht fizike.
Ura nuk është vetëm e lartë, por është të montuar shumë mbi kuvert, mbi një strukturë të ngritur. Kjo lartësi përmirëson këndin e shikimit të oficerëve mbi grumbujt e kontenjerëve. Edhe me këtë avantazh, dukshmëria e drejtë për drejtë mbetet e kufizuar, ndaj ekuipazhi mbështetet më shumë te instrumentet sesa te sytë e tyre. Ura e komandës funksionon pa ndërprerje, ditë e natë, me ekipe roje që ndërrohen me turne. Një roje tipike përfshin oficerin e rojës, i cili është përgjegjës për navigimin dhe shmangjen e përplasjeve, si dhe timonierin, i cili mbikëqyr autopilotin dhe merr kontrollin manual kur është e nevojshme. Kapiteni nuk qëndron në roje të rregullta, por thirret në urë sa herë që situata e kërkon. Në operacione normale, këto anije kryesisht drejtohen vetë. Sistemet moderne të autopilotit mund të mbajnë kursin, të kompensojnë erën dhe rrymat dhe të ndjekin rrugë të programuara paraprakisht përgjatë oqeaneve të tëra. Megjithatë, mbikëqyrja njerëzore është gjithmonë e pranishme. Deti është i paparashikueshëm, situatat e trafikut zhvillohen shpejt dhe moti mund të ndryshojë pa paralajmërim. Sistemet automatike merren me rutinën, ndërsa ekuipazhi merret me gjithçka që del jashtë parashikimit. Komunikimi mbështetet në disa sisteme paralele. Radio VHF lidh anijen me mjetet e tjera lundruese dhe autoritetet bregdetare. Lidhjet satelitore sigurojnë komunikim zanor dhe të dhënash kudo në botë. Kur një anije afrohet portit, ura e komandës koordinon me pilotët e portit, ekuipazhet e rimorkjatorëve dhe shërbimet e trafikut detar për të organizuar mbërritjen dhe për të siguruar kalim të sigurt në ujëra të mbi populluara. Një nga faktet më befasuese për anijen të kësaj madhësie është se sa pak njerëz i operojnë ato. Një anije që në përmasa rivalizon rokaqiet, zakonisht ka vetëm disa dhjetra antar ekuipazhi, ndërsa janë në det, ata janë plotësisht të izoluar dhe anija bëhet e gjithë bota e tyre për javë të tëra. Ambientet e banimit të ekuipazhit zakonisht ndodhen brenda superstrukturës, e njëjta kull që mban urën e komandës. Oficerët kanë kabina individuale, ndërsa antarët më të rinj të ekuipazhit shpesh ndajnë dhoma. Ka një mens për ushqim, një palestër të vogël, një dhomë të përbashkët me televizor dhe ndonjëherë edhe një bibliotek ose dhomë lojrash. Hapësira është praktike, jo luksoze. Pamja e oqeanit mund të jetë mbreslënëse në fillim, por pas disa javësh në det, rutina bëhet monotone. Këta janë marinar pune, jo pasagjer, dhe fokusi i tyre kryesor është ta mbajnë anijen në funksion pa ndërprerje. Një kalim i oqeanit paqësor mund të zgjasë rreth 2 javë. Gjatë kësaj kohe, ekuipazhi futet në një orar të rrept. Rojet vazhdojnë pa ndërprerje, zakonisht në një cikël prej 4 orësh në detyrë dhe 8 orësh pushim të përsëritur vazhdimisht. Ndërsa oficerët monitorojnë urën, inxhinierët mbajnë roje në dhomën e motorëve. Kjo është shumë më kërkuese se sa thjesht të lexosh disa matës. Termocentrali që lëviz një anije të kësaj madhësie është ndër motorët më të mëdhenj të ndërtuar ndonjëherë. Ai është një motor dizel 2 kohësh që ngrihet në disa kate lartësi, shtrihet mbi 24 metra në gjatësi dhe prodhon më shumë se 60.000 kW fuqi. Me shpejtësi lundrimi, ai konsumon rreth 150 deri në 300 ton karburant në ditë. Vetë boshti i krankut peshon më shumë se 300 ton. Brenda dhomës së motorëve, ambienti është i ashpër. Korridore, tuba dhe stacione monitorimi janë të shpërndara në disa nivele. Zhurma është ekstreme dhe nxehtësia është e vazhdueshme. Inxhinierët lëvizin nëpër këtë hapësirë me mbrojtje për veshët dhe rroba pune të rënda, duke kontrolluar instrumentet, duke ndier për dridhje të pazakonta dhe duke vëzhguar çdo gjë që duket jashtënormales. Sistemet kompjuterike zbulojnë automatikisht shumë probleme, por ato nuk e zëvendësojnë inspektimin e drejtë për drejtë. Një rrjedhje e vogël e zbuluar herët është një riparim rutinë. E njëjta rrjedhje e injoruar mund të zhdurohet në një emergjencë serioze, kur porti më i afërt
është mijëra kilometra larg. Ndërsa ekuipazhi i inxhinierisë përqendrohet te shtytja dhe sistemet, ekuipazhi i kuvertës merret me listën e pafund të detyrave të mirëmbajtjes. Anijet prej çeliku ndryshken, uji kripur, lagështia dhe koha sulmojnë ngadalë çdo sipërfaqe të ekspozuar. Si rezultat, një pjesë e madhe e çdo udhëtimi shpenzohet për heqjen e bojës së vjetër, trajtimin e korozionit dhe aplikimin e shtresave të reja mbrojtëse. Antarët e ekuipazhit shpesh shihen të varur anash anijes me rripa sigurie, duke lyer pjesë të trupit të anijes që mund të arrihen vetëm kur ajo është në det. Ekziston një shprehje e zakonshme në industri që thotë se udhëtimi i një anije është thjesht koha midis dy lyerjeve. Rutina ndryshon vetëm kur ndërhyn moti. Kur një sistem stuhish hyn në rrugën e anijes, puna në kuvert ndalet, pajisjet e lira sigurohen dhe ekuipazhi i urës së komandës monitoron nga afër kushtet. Kursi dhe shpejtësia rregullohen për të zvogëluar ndikimin e dallgëve dhe erës. Në mod të ashpër, kontenierët mund të zhvendosen, pajisjet e fiksimit mund të dështojnë dhe vetë anija mund të pësojë dëmtime. Pra ndalimi i kësaj është nga përgjegjësitë kryesore të ekuipazhit. Megjithatë, shumica e ditëve nuk janë dramatike. Ato përbëhen nga punë, vakte, gjumë dhe përsëri punë, me oqeanin që mund të shtrihet në çdo drejtim, i pandryshuar dhe i pafund. Me kalimin e kohës, toka shfaqet në radar dhe fillon pjesa më kërkuese e udhëtimit. Një anije kontenjerike e ngarkuar plotësisht mund të peshojë më shumë se 200.000 ton. Me shpejtësi lundrimi, ai udhëton rreth 40 km/h dhe nuk ka frena në kuptimin klasik. Ndalimi i një mjeti të kësaj madhësie, duke përdorur vetëm motorët e vet, kërkon disa kilometra. Shtytja e kundërt mund ta ngadalsojë, por inercia e anijes është e stërmadhe. Ligjet e fizikës nuk i desën për oraret apo vlerën e ngarkesës. Për këtë arsye, një anije kontenjerike fillon të ulë shpejtësinë shumë përpara se të arrijë hyrjen e portit. Edhe atëherë, ajo ende mban shumë energji për t'i ofruar dokut në mënyrë të sigurt pa planifikim dhe ndihmë të kujdesshme. Kjo është pika kur rimorkjatorët marrin kontrollin. Ndërsa anija kontenjerike hyn në port, një ekip rimorkjatorësh, zakonisht 4 deri në 6 për anije të kësaj madhësie, pozicionohet rreth trupit të saj. Disa lidhin litar në provë, të tjerë punojnë përgjatë anëve dhe një ose më shumë vendosen pranë pupës. Këto anije janë të vogla krahasuar me anijen që drejtojnë, por janë jashtëzakonisht të fuqishme, duke prodhuar shpesh midis 3700 dhe 6000 kW secila. Qëllimi i tyre është të shtyjnë, tërheqin dhe drejtojnë anijen gjatë fazës së fundit dhe më delikate të afrimit. Forcat e përfshira janë të mëdha. Një rimorkjator i vetëm që shtyn anën e një anije kontenjerike mund të ushtrojë më shumë se 80 ton forca anësore. Kur disa rimorkjator punojnë së bashku në mënyrë të koordinuar, ata mund të lëvizin ngadalë një anije që peshon mbi 200.000 ton, duke udhëhequr metër pas metri drejt kalatës. I gjithë ky operacion varet nga komunikimi i vazhdueshëm dhe i saktë. Një pilot porti, i cili ka hipur më herët në anije, vepron si lidhja mes urës së komandës dhe kapitenëve të rimorkjatorëve. Urdhrat janë të shkurtër dhe të qartë. Një rimorkjator rrit fuqinë, një tjetër e ul, një i tretë mban pozicionin. Nëse edhe një udhëzim i vetëm keq kuptohet, pasojat mund të jenë serioze. Një anije kësaj madhësie nuk mund t'i korrigjojë gabime shpejt dhe një lëvizje e gabuar mund ta dërgojë drejt kalatës ose drejt një anije tjetër. Ndërsa anija mbyll distancën e fundit, ekuipazhi i kuvertës përgatit litarët e ankorimit. Këto janë litarë dhe kablo të trash të projektuar për ta mbajtur anijen në vend sapo ajo të arrijë në dok. Litarët e parë dërgohen nga cepat e anijes dhe u kalohen punëtorëve të portit, të cilët i fiksojnë mbi bollardët në kalat. Vinxhat e anijes fillojnë më pas t'i shtrëngojnë litarët, duke tërhequr ngadalë trupin e anijes drejt mbrojtëseve që mbrojnë molin. Pasojnë litarë të tjerë,
disa vendosen përpara dhe prapa në kënde për të parandaluar lëvizjen e anijes përgjatë dokut. Të tjerë përdoren për ta tërhequr anijen fort anash drejt kalatës. Një anije kontenjerike ankoruar plotësisht mund të mbahet nga 12 deri në 16 litar, secili në tension të madh. Kur të gjithë litarët janë siguruar dhe ura e kalimit ulet, rimorkjatorët lirojnë lidhjet e tyre dhe largohen. Anija tani është në pozicion. Pothuajse menjëherë, porti fillon të gjallërohet rreth saj. Vinshat e portit lëvizin në pozicion, mekanizmat e bllokimit aktivizohen dhe kontenjerët e parë ngrihen nga kuverta. Procesi i kthimit në punë fillon menjëherë, sepse ndërsa kjo anije po shkarkohet dhe po ngarkohet sërish, një tjetër anije të njëjtës shkallë është tashmë diku në det, duke u drejtuar drejt portit të radhës.